Jemi mbrëma, mirë se keni ardhur sot, le të ngrihemi së bashku në këmbë. Këndojmë këngën 70, 3 strofa. Kam gëzim, 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 gëzim në shpirtin tim. Në shpirtin tim, në shpirtin tim. Kam gëzim, 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 gëzim në shpirtin tim. Se lafti Perëndin, jam i gëzuar, aq i gëzuar. Dashuria e Zotit zemrën ma liroi, jam i gëzuar, aq i gëzuar. Dashuria e Zotit zemrën ma liroi. Kam gjetur pace, 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 pace në shpirtin tim. Në shpirtin tim, në shpirtin tim. Kam gjetur pace, 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 pace në shpirtin tim. Se lafti Perëndin, jam i gëzuar, aq i gëzuar. Dashuria e Zotit zemrën ma liroi, jam i gëzuar, aq i gëzuar. Dashuria e Zotit zemrën ma liroi. Unë kam dashurinë e Perëndit në shpirtin tim, në shpirtin tim, në shpirtin tim. Unë kam dashurinë e Perëndit në shpirtin tim. Lafti Perëndin, jam i gëzuar, aq i gëzuar. Dashuria e Zotit zemrën ma liroi, jam i gëzuar, aq i gëzuar. Dashuria e Zotit zemrën ma liroi. Amen. Këngë tjetër, të thotë Bibla që ne nuk jemi të gëzuar kot, të jetë do s'do do kalojmë vuajtje patjetër, do kalojmë smundje, do kalojmë vështirësi, do kalojmë dhe ditë gëzimi, por në Krishtin kemi sigurinë e plot të një jetë të paqë me Zotin këtu edhe për jetësim fat. Këngë tjetër? Ola që të jepja mundësi për këngën, po gjoni në vëmendje. 55. E këndum tjetën atë, një kështu një. Shim një tjetër. Gjenë nga talë, sa ta gjenë që nga deti, një tjetër? Dyshe. Kënga 2. Po, dyshe. Kush e njeh Jezusin e vërtet, s'ka shanse të largohet për ti. Nëse vërtet e ka njohur atë. Dhe unë tani pjesa për humor kush ishte? Që e di kur ke gjetë burrin tënd, s'ke shanse të gjesh më mirë. Por kjo ishte pjesë humorit, por ideja është këtu, nuk e thash domosdoshmë për këtë, po e thash për të thënë që nëse ke gjetur Krishtin, nuk e di a mund gjesh shpëtimtar më të mrekullueshëm dhe një person që ta ndjekësh më të mrekullueshëm, nuk mund të largohesh kur nga ai. Një këngë tjetër? 97, si shikoni kemi heqë dhe zbukurimet, dhe si ka rregullu mirë ka ringe çuna, sa për shumë. Duke qikë si bosh salla. Kënga 97,
A Izop. Sa tham Riku që po njofte Jezusin, nuk gjendot personazh më të mirë për të ndjekur. Pjesën e dytë ta shpjegoj më vonë çfarë thash. Jo, ne kam thash. Ne më të Helenës. E kanë gjë. Dhe për të thënë gjë s'është që mund të jemi gati. E di që thua diçka. Ti ndajmë ke lavdrimin, ti ndajmë ke lavdrimin. 84. Mos e kishe fjalën me 83. Ja, më vonë fakt. Ndonjëherë ta bëjmë tjetër, që thonë këmbë. S'ka që se duhet në kurës është. Jemi kështu si 84. Detaj, dëshirë paqen të këndojmë. Ka të rëmë zonë, 83. Jetën e katër
emra e tani jam i Jezusit dhe prandaj thash nuk ka bekim më të madh vërtet për atë që kupton zemër çka bërë kur ka njohur Krishtin. Dhe disa është e vështirë sepse ndonjëherë e harrojmë Krishtin dhe shkëputemi prej tij, por nëse qëndrojmë fjalën e Zotit dhe nëse shohim vërtet si shembull, gjithë kemi modele në jetë apo jo. Eci ndonjëherë sipas një modeli që kemi, imagjino të kesh model Krishtin dhe vërtet nëse jemi të Krishtit, jemi në përjetësime të thot Biblia. Mirë, nëse s'kemi tjetër, do kalojmë te fjala e Perëndis, do lutemi, është një momenti jo i lehtë për të përqendruar dhe për të dëgjuar, por sot do shohim diçka interesante që shkrimet janë shumë delikate, janë edhe të lehta për t'i lexuar apo jo. Shumica prej ne sot dinë të lexojnë, kohën që shkruar Biblia, imagjino një libër që shkruaj, e ke parasysh, duheshin ndoshta muaj e vite që të bëj një kopje me dorë që shkruheshin. Sot dim shumë, por problemi është sa e kuptojmë. Dhe ato të vërtetat e mëdha dhe gjërat që vërtet bëjnë ndryshimin janë shumë fine. Nëse dini diçka, edhe djalli e di goxha fjalën e Perëndis, e dini? Djalli ishte parajs me Perëndin, djalli je përmendi shkrimet Adamit dhe Evës, është kështu. Demonët e njohin Krishtin, thot Biblia, demonët mund të dinë nga shkrimet, se ishin engjëll, por pikërisht e humbasin tek krenaria e tyre, humbasin tek ndryshimi i fjalës Perëndis. Tani do lutemi dhe do shohim disa momente nga Biblia para se të kalojmë ke koha e lavdrimeve dhe të pjesa për lutje. Le të lutemi. O Zot, falenderoj edhe një herë o Perëndi për bekimet e tua, o Zot. Falenderoj për Zotin ton dashur o Perëndi, Jezu Krisht, që ata për ne që vërtet e kanë njohur Krishtin, që vërtet e njohin sakrificën dhe dashurinë e Krishtit për ne, o Zot. Që vërtet e njohin çfarë shembulli ishte ai, se si i dha një dorë çdo personi, se si vdiq jo vetëm për miqt, familjarët, ata që ishin më të mirë se disa, por vdiq për gjithë botën. Falenderoj Perëndi që ishte vetë ti, o Zot, që erdhe në mish, vetë fjala u bë mish, dhe gjithë Biblën e jetove në jetën tënde, o Perëndi, në Krishtin. Prandaj të lutem, o Perëndi, zgjon mendjet tona, zemrat tona një dëshirë, o Zot, për ta parë shembullin e Jezusit si shembullin tonë në jetë, o Perëndi, si modelin që duhet ndjekim, o Zot. Por kur kalojmë nga ana e krenarisë e përfitimit personal, sigurisht që ai shembull harrohet. Prandaj lutem prek mendjet e zemrat tona, o Zot, ndërsa vijnë te shkrimet, ndihmo t'i kuptojmë detajet e shkrimeve, o Perëndi, ato që bëjnë diferencën. Ne kemi mundësi, o Zot, të jetojmë sipas kësaj fjale, dhe të jemi të sigurt që do përjetojmë bekimet e tua, Perëndi, dhe do ndihmojmë dhe do bekojmë shumë njerëz tjerë, o Zot. Lutem bekoj kohën tani, lutem që fryma jote e shenjtë na prek, o Zot, dhe dalim të ndryshuar prej këtu. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Siç thash, shkrimet janë mira veçare, shumë njerëz njohin goxha nga Biblia, por problemi është sa e kuptojnë atë vërtet, sa e meditojnë atë. Dhe siç do shohim më vonë pastaj këtë një moment saktuar, kemi folur një 2 javë përpara që Zoti ka një derë për ty dhe për mua. Jeta është plot dyer, nëse e dini këtë periudhë, besoj e kuptoni që është periudha që ka hapjen më të madhe të gjitha epokave. Gjithmonë njerëzit ishin më të rritur e dini, por dhe ne nga kulturat, njerëzit ishin më të shpërndar, apo jo, ishin paksa më të izoluar në zona ndryshme, kishin kultura paksa më ndryshe. Sot po shkon gjithmonë më shumë drejt asaj që thot Biblia, që do bëhet një botë. Do bëhet një botë që në fund do dalë komplet kundër Perëndis. Dhe sot jetojmë në epokën që edhe të duash të mbyllesh apo jo, është shumë e vështirë. Ka shumë dyer të hapura të jetës, saqë ne gjithë futohemi ndonjëherë. Pastaj ka ca dyer që nuk i arrin dot që janë të mbyllura dhe tham që ne duam të gjejmë derën që ne mendojmë se është më e mira. Disa dyer janë hapur kollaj, sidomos dyert e mëkatit janë shumë të lehta për të ndjekur dhe mund të hysh kollaj. Ka ca dyer të vështira që ndoshta nuk janë edhe ato dyert e duhura, por duam t'i shpërthejmë. Tham, ju ka ndodhur ndonjëherë që duam të hapim një derë patjetër në jetë, që mbase Zoti s'po na lejon,
Prandaj them është shumë fine ndjekja e Perëndisë dhe gjetja e vërtetës. Nuk është vetëm se po bën diçka, themi fund fare po mësoj, fund fare po gjej një punë, gjithë njerëzit e vetë. Pjesa fine është a është plani i Perëndisë ai. Pjesa themi delikate është a është fryma e Zotit që po na çon në derën e dur. Tani e di që jeni si unë shumica, gjithmonë është pyetja a është dera e dur kjo që kam hyrë? E pyesim ndonjëherë veten, a është plani dhe vullneti i Zotit? Mua më duket e mirë, ndonjëherë themi pse s'po mecën mirë. Dhe prandaj them që atë që kemi thënë këto kohë shpesh, fjala e Perëndisë duhet shkojë patjetër me një zemër që ka dëshirë të ndjekë Zotin, me një zemër që thotë këtë plan që dua të bëj, nuk dua ta bëj vetëm për arritjet e mia, që sigurisht ne do luftojmë dhe do punojmë për diçka në jetë, por dua ta bëj për nderin dhe lavdinë e Perëndisë. Dhe pyetja është, kush është dera e dur? Si e gjej unë planin dhe vullnetin e Perëndisë në jetën time? E kam përmendur shpesh kur thoja për pastorët e hershëm, pastor Davidi për shembull, kur thoja që si beson ky nga e di ky se ku duhet hapur kisha, keni menduar ndonjëherë për shembull? Si e gjejmë se duhet hapur një kisha atje? Si e gjejmë se çfarë duhet bëj unë këtë vit për Perëndim për shembull? Dhe çka kam kuptuar, që që nga një proces. Për shembull që ti bësh një profesionist i një fushë, çfarë? Ti ke nisur që fëmijë, ke hyrë në shkollë, ke hyrë në kopsh, apo jo? Ke hyrë në shkollë, ke vazhduar, ke mësuar, ke shkuar në shkollë të mesme, në shkollë të lartë, se ke bërë një kurs, pastaj po hap dera e një pune, pra është një proces. Dhe që ne gjejmë derën e dur në Zotin, nuk është se thjesht jemi kish dhe e di unë Zoti ka këtë plan për ne. Ka shumë njerëz që mund të thonë do bëhen pastor dhe mbase nuk i ka shkuar siç kanë menduar, e zëm, një rast. Ka shumë njerëz që kanë pasur prirje për një profesion, por nuk kanë bërë atë, kanë vazhduar diçka tjetër. Pyetja është si ta gjejmë derën e dur, derën që vërtet Perëndia ka hapur për ne. Dhe prandaj tash ky është një proces dhe këtë po mësojmë këto 2 javë. Folëm para 2 javësh për së pari, si ne të gjithë shohim, ne të gjithë lexojmë apo jo, por fjala e Perëndisë na thoshte qartë dhe i pam vargjit, e trajtova pak edhe si tip lutje, sepse duke qenë ditë e mërkur, është Zot hap sytë e mi. Ora unë shoh Biblën. Çfarë tham? Djalli i njeh shkrimet. Lutem Zot, hap sytë e mi të shoh si çdo Perëndia. Hap sytë e mi të shoh vërtet atë që shkruhet aty. Hap sytë e mi të kuptoj. Pam gjithashtu që kur lexojmë sot janë shkrimet, vetë Krishti e faktë, do kenë sy të shohin dhe nuk do vënë re, s'do kuptojnë. Do kenë vesh për të dëgjuar, çfarë tregon kjo mua dhe ty? Që duhet lutemi Zot, më hap veshët e mi. Çfarë veshësh na hapi? Thot dikush ka 20 vjet në kish që mund të dëgjoj, po mi çfarë do bëjmë? Prandaj them, janë detaje që bëjnë diferencën. I kapim vëmendje çfarë na mëson Krishti në këtë rast. Dhe prandaj një lutje mirë do ishte Zot, hap veshët e mia. E di që dëgjoj, e di. Hap veshët e mia që aty që dëgjoj ta përpunoj, ta kuptoj çfarë mësova. Çfarë morëm sot në kish? Nga java e kaluar tham, ose para 2 javësh që kemi pasur këtë, morëm që Zot hap syt, ta shikoj fjalën, ta kuptoj. Hap veshët ta dëgjoj, për prap ta riprodhoj dhe të marr vesh çfarë po thot fjala e Perëndisë. Dhe treta që pam është hap buzët e mia. Dhe gojën time thoshte fakt për të lëvduar ty dhe për të kërkuar. Duke qenë dhe tham ditë e mërkur që është një kohë lutje për ne. Kështu që këto janë disa lutje interesante, nuk e di na shkon mendja gjithmonë, prandaj pas here i vëre këto duke studiuar Biblën. Sigurisht ne lutemi për shumë gjëra, apo jo? Por më bën përshtypje, prandaj them shikoni detajet. A lutemi Zot më hap sy? A lutemi Zot më hap veshët, të kuptoj Zot, më hap buzën dhe gojën të kërkoj dhe të lëvdoj ty si çdo ti. Se po them. Na jap syt, po, ja dhe është lutje, pra unë kur sa herë këndojmë atë, sidomos aty në Marika i thoja, kjo është lutje, çfarë është lutja? Një lutje është Zot më hap syt, veshët, buzën të kuptoj. Dhe ndërsa vim sot tani, gjithçka fillon nga fjala e Perëndisë, unë ne gjithë nga Bibla flasim, mendoj nga shtatori do nisim një seri mbi fjalën e Zotit, të rrënjosemi fort në të, por e para është për sot që të gjejmë derën e dur apo jo të jetës
dhe ta shijojmë atë në bekimet e Perëndis, një gjë tjetër është që duhet të hapim fjalën e Perëndis. Duhet t'i lutem Perëndis në hapi fjalën e tij. Prap tani, si do na hapi fjalën? Fjala është e hapur. Por vini risa interesante dhe 3 momentet për sot do i marrim nga historia e Krishtit tek Luka 24. Luka 24. Unë kam qef ta vë veten edhe njerë këto personazhe, jo kështu sikur jam unë aty, po për të kuptuar edhe për të vë veten në pozitën atyre që po i mësonte Krishti, është kur Jezusi i ringjallur takon 2 bishepujt në rrugën për në Emaus. Dhe nëse e bani mend historinë, që mos ta zgjasim shumë, mos të gjithë historisë, ishte koha kur Krishti u kryqëzua, bishepujt u shkatruan themi psikologjikisht, u trembën apo u friksuan, u fshehën, dhe tani ishte momenti ku Jezusi u ringjall dhe filloi duke i dhënë shpresë të gjithëve. Filloi duke i ngritur moralin, themi. Filloi duke i dhënë inkurajim me fitoren mbi vdekjen. Nga të rënuar, nga të braktisur, nga ata që e mohuan Krishtin, nga ata që thanë s'besojmë po se pam. Ata tani çka kemi thënë gjithmonë? Ata kur pan Krishtin e ringjallur, morën zemër, saqë edhe disa prej tyre u martirizuan. Dhe pse? Sepse e gjetën vërtetën. Nuk kishin më frikë. Më shumë frikë kishin kur Krishti u kryqëzua, apo jo? Kur Krishti u ringjall ndryshuan totalisht jetë. Dhe siç thuhet tek vargu 25, këta ishin bishekuj që rrinin me Jezusin. Këta ishin bishekuj që unë mendoj e njihnin goxha fjalën e Perëndis. Nuk e se s'dinin. Por Luka 24, vargu 25, kush do lexoj? Hajde nana. Atëherë ai u tha atyre, s'ka mund dhe të shkëngafët në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Siç e thot? Atëherë ai u tha atyre të pamend dhe të ngafët në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Shumë njerëz, çfarë thash, që përmend edhe njerëz, shumë njerëz i kanë shkrimet. Shumë nga ne këtu i kemi shkrimet. Shumë besimtarë që kanë ardhur të kish, madje nuk mund të them gjithë besimtarë, disa mund të kenë qenë vërtet, disa jo. Në fund fare çfarë tha Krishti? Ai do e di kush i ka thënë Zot me të vërtetë. Sepse shumë do të thonë Zot dhe nuk i kanë njohur. E pyetja është, her pas herë pyet, ku janë besimtarët? Kanë pas ardhur kaq, ku janë ca të tjerë Zot? Mund të kenë ardhur 10 vjet në kish, njëni njerëz besoj, apo mund të kenë ardhur 5 vjet, mund të kenë ardhur 2 vjet, mund të kenë ardhur 20 vjet. Si ka mundësi që shkëputen dhe largohen nga e vërteta? Dhe dihet dy janë mundësit, o nuk e kanë njohur vërtet Krishtin, ose, siç thot Bibla, e kanë harruar atë dhe janë dhënë pas jetës njëshit, janë rikthyer. Në fakt një varg tragjik është, i rikthehet si qeni në të vjellat e veta, dhe ndonjëherë mund ta kenë ndodhur ne, thot fjala e Perëndis, pra kthehemi prapë në jetën e vjetër, kjo është ideja që thot. Por ajo që është interesante këtu është edhe një herë, dhe këta i kishin shkrimet. Madje këta e kishin Jezusin me vete. Po çfarë i thot Krishti? Prandaj them, është si lutje. Zot, më hap fjalën tënde, kjo është ideja. Siç thot, të pamendë të ngafët në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Dhe këtu do marrim 3 momentet e para ke vargu 45 i thot te vargu 32, falë, kush të lexoj vargu 32? Hajde Riku. Ata e thanë njëri tjetrit, nuk na ndiqin zemra për brenda, kur ai na fliste udhës të na hapte shpirtin. Dhe do nisim mbrapsht, prandaj pika e parë është Zot na hap fjalën tënde. Çfarë thon? A nuk na ndiqte zemra kur ai filloi na hapi shkrim? Po çfarë kishin lexuar shkrimet ata? Ju kujtohet historia e Filipit dhe Unukut të Diopas. Ai po lexonte dhe s'po e kuptonte. Dhe kjo është një keqardhje që ka mundë që nuk e bëjnë dot njerëzit me zor. Doni të shpëtoni dikë që thoni ore, sidomos disa njerëz që e njohin fjalën e Perëndis. Kjo është më tragjike, e njohin historinë e Krishtit, e njohin parimisht, ka shumë njerëz të shkolluar që dinë historinë nga Bibla, janë manitur, çka kanë takuar, çka kanë dëgjuar. Por janë të ngatën në zemër. E kupton? Edhe këta dishepujt ishin me Jezusin. Dhe tani mbasi ai i ritakoi, apo jo? Dhe si duket pa diçka në zemrën e tyre, se ne do thoshin, po këta s'pyetën që Krishti do ringjalli. Këta ikën të trishtuar, nuk i besuan shkrimet, se po t'i besoni normalisht do e dini që do ringjalli, por këtu gjen vetëm. Sa herë nuk i besojnë ne Perëndis.
realisht me jetën tonë, jo me fjalë me gjithë i besojmë. Për sa herë bëhemi ne të ngafur, sa herë nuk e hapim vërtet shkrimet dhe nuk gjejmë ato detaje që Perëndia do prej nesh të nxjerrë. Kam dëgjuar histori pas historish që sa më shumë e studion Biblën, ata për që janë besnik, sikur gjithmonë gjen gjëra të reja. Po është ai që shikon me atë syrin, apo jo, duhet të mësoj diçka. Këta e kishin shkrimet, këta që thamë. Këta rrinin me Krishtin. Po çfarë? Shkrimet nuk ishin hapur plotësisht për ta, sepse ata ishin treguar të ngafët. Në fakt, Jezus i thot të pamend. Do shojmë te pika e dytë. Por fjala e Perëndisë çfarë thotë? Që ne gjejmë derën e duhur, se jemi tek a jemi në rrugën e duhur, a kam hyrë në derën e duhur. Imagjino sa fatkeqësisht ke shyrë në derën e gabuar. Hyri disa herë Izraeli përfundoi me qindra vite në robëri ose në shkretëtir. Dhe te Romakëve 10:17 fillon merr kuptim ai vargu, besimi pra vjen nga dëgjimi. Dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Bibla thotë qartë që nuk do i dim gjitha që ditën e parë. Kem pas një temë një vit në Kish për përvjetor, ka qenë tema ati vargu që se më tani, por ishte gjërat e fshehta i përkasin Zotit, Perëndisë tonë, por gjërat e shfaqura janë për ne dhe për bijtë tanë. Ne duhet mundohemi të kuptojmë dhe të bëjmë ato që gjejmë në Bibël. Pastaj derën do na tregoj Perëndia pas hapi rrugës, duke i besuar atij. Dhe prandaj thotë besimi vjen nga dëgjimi. Dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Besimi mbillet si një farë. Dhe është ajo që tham, ai procesi. Ne duam ta dim direkt çfarë do bëjmë në jetën time, si do i shërbej Zotit, ku do jem nesër, çfarë do jem duke bërë, doni ta dini kështu normalisht, por çfarë duhet bëjmë për Perëndin? Po s'vjen brenda një dite. Duhet kohë gërmimi në shkrime, duhet kohë lutje. Prandaj e them shpesh her pas here që këto e mësoj nga jeta ime në fakt, që ne jemi mund ta lexosh Biblën dhe mund të mos nxjerrësh atë që do Perëndia. Sepse harrojmë themi Zot. Ma hap mendjen ta kuptoj. Zot, më ndihmo me frymën tënde. Çfarë mund nxjerr nga ky pasazh që ta përdor sot? Kjo është marrë si në shkollë, apo jo? Çfarë thonë me mësimin e ditës? Po e përdore direkt, e mëson më mirë. Do jemi mund të rinë të lexojmë dhe të marrim informacion dhe s'bëjmë asnjë ndryshim. Kjo është tragjike që them. Dhe prandaj spari fjala e Perëndisë na thotë dhe vetë Krishti thotë që ai i hapi shkrimet. Tani ata filluan të kuptojnë. Ndoshta disa prej nesh e hapin Biblën për ditë, ndoshta disa nuk hapin fare. Tani ai që se hap, dihet që ka shumë punë për të bërë. Por edhe ai që e hap, duke qenë unë një prej tyre që munduam ta hap, ai sa mund ta hap, prapë them Zot, lutem, më ndihmo të kuptoj detajet. Edhe një herë, dhe djalli e njeh fjalën e Perëndisë. Dhe djalli e përdori fjalën e Perëndisë, sigurisht e shtrembroi. Por nuk mjafton njoja, edhe këta dishekuj e kishin lexuar fjalën e Perëndisë. Por kur Krishti i hapi mendjen apo i hapi shkrimet që ti kuptonin, atëherë ata i kuptuan ato. Momenti i dytë, që të ecim pak dhe të kemi kohë për lavdrime dhe për lutje, që gjejmë derën e duhur ose planin dhe vullnetin e Perëndisë në jetën tonë, përveç se duhet na hapen shkrimet dhe çfarë tham, jo vetëm një studim dhe gjë mesazhe javë për javë, po të kemi një zemër lutse. Zot, ma shpalos fjallën, Zot ta kuptoj këtë fjallë, Zot di si ta përdor këtë fjallë. Së byrbi, që i tha po dishepeve, dhe përmendëm pak, i thot, qërë, të hapi mendjen. Shkem në njërë të vargu 25, të vargu 25, kush dhe lexoj njërë vargu 25? Po, sa të janë të tre momentet. Luka 24, vargu 25. Hajde kërë. Atëherë ai u tha atyre të pamend dhe të ngatët në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Dhe kjo fjala të pamend, normalisht nuk është fjalë lehtë. Është në gjuhën origjinale, dihet është fjala çfarë fjala? Ja, e di kjo direkt. Është fjala budallëri që themi ne. Është fjala që kur thua i pamend, apo di pamend e rëndës, s'është lehtë. Është fjala që s'kupton, që nuk
përpiqesh kuptosh. Prandaj them ndonjëherë mund të rinë, mund të ketë disa njerëz që mund të rinë të dëgjojnë mesazhe, mund edhe të lexojnë dhe prapë nuk kuptojnë çfarë po na thot Perëndia, si ta jetojmë jetën e krishterë. Dhe këtë bëj thot Krishti, jo të vëmendshëm, është një gjë interesante tjetër. Jo i vëmendshëm. Ka ndodhur për shkak unë them, ka ndodhur në jetën time, kam lexuar Biblën, e kam kuptuar dhe historinë, po duhet nuk mjafton, nuk është vetëm intelekt, e ke parasysh, nuk është vetëm kuptova diçka. Është si letërsi, çfarë thoshin mësuesit? Çfarë nxjerrin nga kjo? Apo çfarë kuptojnë? Një libër lexon shumë mirë për shembull. A nxorri gjë apo vetëm histori? Po që për histori ka kudo, puna është çfarë nxjerr, është gjë më e bukur, po ti kupton apo jo? Dhe dim që edhe në botë ka libra jetë ndryshues. Kanë ndryshuar jetë njerëz sepse kanë lexuar një libër, ose kanë parë një film kanë parë një shembull të mirë. Kështu është ideja edhe me fjalën e Perëndis. Që kjo është fjala e Zotit. Është ne të hapim mendjen. Ne të jemi të çfarë po thosh? Të vëmendshëm. Që të kuptosh. Edhe në shkollë kam thënë, po nuk kuptove që në fillim mësimin, ai ka parasysh e humbe pastaj. Edhe me mesazhin kështu është, po se ndoqëm që në fillim e humbi vëmendjen. Edhe me leximin e fjalës Perëndis, kohën personale, duhet vëmendje. Prandaj them, vëmendja do disiplinë. Vëmendja do përulje, prandaj vëmendja do lutje. Themi Zot lutem, e di ndoshta mund i themi që s'jam budallah, s'jam i pamend, e mira është i themi deri që edhe jam kur jemi, por lutem Zot, më hap mendjen, mos jemi ngasur. Më ndihmo të kem vëmendjen të kuptoj detajet. Se këta dishepujt e njerë ndetën me Krishtin, i hapin shkrimet me Krishtin dhe prapë s'po kuptonin. Se nuk i thash u tyre të pamend, por i tha Jezusi. Njerëz që ndetën me Jezusin. Do jemi presim që një njeri që vi me mua, normal unë e influencoj, i jam mësim, dhe thua ta zëm pse s'po ndryshon këtë. Ata ndetën me Jezusin. A kupton? Së justifikim këtë një që të mos i shpëtova, se dhe mund të apëtojnë sustri, po është ideja që duhet lutemi që Zotit i hapi shkrimet. Dhe ne dim që Perëndia ka hapur shkrimet. Po që ata kënë hapur sytë, që thamë, veshët dhe të kuptojnë. Dhe nuk janë ata, jemi ne. Nëse themi pse se gjithë vullnet e Perëndis, kush është dera dur, pse janë gjithmonë si në qorsokak, s'di nga jam. Ju ka ndodhur ndonjëherë për shembull, njëherë jam këtej, njëherë s'di çfarë do bëj. Është sepse nuk kemi mbledhur themi kallavallokun apo jo. Përqendrohemi pak Zot, më hap mendjen. Tjem i vëmendshëm dhe tek vargu 45, që sa interesante është, e lexuam 45-ën, jo lexuam 35-ën kështu. Jo se lexuam, kush e lexuam? Hajde, mirë më linda. Atëherë u hapi mendjen që ti kuptonin shkrimet. Atëherë u hapi mendjen. Tani, unë s'besoj kur që Perëndia s'jap mendjen njerëzve. Zoti do gjithmonë që njerëzit të çfarë? Të kuptojnë fjalën e Perëndis. Ta duan fjalën e Perëndis, ta zbatojnë, por atëherë u hapi mendjen. Dhe fjala u hapi mendjen ishte interesante në fakt. S'është një fjalë e paparë, sepse ta hapësh çfarë do thotë. Edhe këtu fillon ajo gërmimi, që do të thotë që kur thon hapi mendjen, do të thotë që e kam pasur të mbyllur, që ka më thellë. Do thua se çana mësove, bravo. Se po si ai pra. Po si nardi, por aty është. Fatkesisht, kur flet për jetën frymërore, se kur flet shumë nga ana intelekti apo diçka e mbyllur dhe hapi. Por është frymërore, ishin me Krishtin, kishin fjalën. Imagjinoje, vinin kishte, e ke parasysh hapin gjithë kohën. Dhe ai thot atëherë u hapi mendjen që ti kuptonin shkrimet dhe ideja është normal, diçka e mbyllur, pra, pse e thash këtë? Që ti je ke Bibla, ti po e dëgjon fjalën e Perëndis, ti e ke dhe Krishtin prezent, dhe prap, e paske mund ta kesh, a kuptojmë ide, mund ta kesh mendjen e mbyllur. Kjo më përkthen atë që unë vija një vit e ca në kish, dëgjoja, po ika. Kjo tregon ndonjëherë që disa mund vinë edhe 10 vjet në kish, te fëmijët, te të rinjt, apo jo, tek të rriturit, po e them me zemër. Pse humbin disa? Si mund t'i fitojnë disa? Si t'lutemi ndryshe, këtë po them. Sepse mund t'i jesh këtu, apo jo, je prezent, po dëgjon, ti dhe unë që po predikojmë atje, dhe prap e ke vënë kapakun. E dëgjon deri këtu, por nuk zbret më poshtë, kjo është ideja. Dhe tu thot
mirë të hapësh diçka që është mbyllur, pra pas ke stakuar trurin, por ka dhe një kuptim kjo fjala. Ishte i parlinduri që del nga barku i nënës. Fjala përdoret edhe kështu kur lind fëmia i parë. Ke parasysh kjo fjalë në gjuhën origjinale, shprezoja ke kjo Strong's Concordance, është një fjalor i madh që flet për kuptimet e fjalëve. Pra, të hapësh mendjen për të kuptuar, është sikur një fëmijë që lind për herë parë tek nëna i parlindur. Pra do të thotë që pas ke qenë aty, po s'pas ke qenë. Është si të rilindësh, imagjino sa e thellë është, ë? Si thua ajo, unë te filmi e kam parë për herë parë, është një film i vjetër, Vëllezërit Blu, se do ta pash dritën. Dhe aty nuk se kuptoja se ishte, e kam parë parë se të vjen në kishë. Ke parasysh, gjatë pa dritën ai u ndriçua. Ke parasysh në kishë. Kështu është ideja që unë iluminimi, por faktikisht është biblik, pjesa sipas doktrinës biblës. Ai u ndriçua. Por nuk ndriçohesh, se ky është problemi tani. Nuk ndriçohesh me një magji të momentit, e kupton? Se dia kuptoj, ndriçohesh, si thot Bibla. Mbillet si një farë. Rritet. E di si është vjen kish për shkakun, pse vjen kish fillim? Pas e ftoj një shok, pastaj thotë, "Gjë, unë shkoj në kish se njeriu duhet besoj." Keni menduar ndonjëherë kështu? Po duhet shkoj në kish se ore, pse pas ka dhënë Perëndi. Pastaj duke lexuar, po prit, për çfarë duhet Perëndia? Sepse pas ka krijuar gjithçka. Po mirë, Krishti për çfarë duhet pastaj? Duke u thelluar apo jo, pak nga pak, iluminimi themi, në kuptimin biblik. Pak nga pak prit sa i vdiq sepse mëkatet të çokan ferr. Je i djegur përjetësisht të ditë. Pastaj prit ç'i bëri Krishti për ne. Pastaj pranojmë Krishtin, them si të hapet dera pak nga pak ti fillon kupton, ë? Si të hapen shkrimet. Pranon Krishtin thua sa gjë e bukur që ka, histori e mrekullueshme e dashurisë Perëndis, dhe kur kam pranuar Krishtin, unë thosha kaq që ka jetë Krishti. E njoha dhe Krishtin, ç'a bekimi, e ke parasysh? Por duke studiuar Biblën, ç'a del? Prit se duhet jetoke sipas shembullit të Krishtit. Fillojnë bishtat pastaj, e ke parasysh? Prit se Krishti fali. Prit se Krishti vuri interesin e tjerëve para timit. Prit se Krishti i deshi armiqt. A kupton? A të flasim për iluminim pastaj. Sepse të hapen, çfarë po themi? Shefraja. Të hapen, kush është ideja? Të hapen shkrimet, a kupton? Ti mund t'i kesh aty, mund t'i shohësh, por pak nga pak të hapen. Dhe pak nga pak ti kupton të derën e dur, themi që çfarë është plani i Perëndis? Pse e njoha Krishtin, si nxita i jetoj. Prandaj thotë është hapësh diçka totalisht të mbyllur. Prandaj thotë si i paralindur nga barku i nënës, imagjino kuptimin e fjalës. Ndoshta disa prej nesh, prandaj po e them, do t'i lutem Zotit që të na hapi shkrimet, ti kupton? Na hapi, çfarë thotë? U hapi mendjen që ti kupton shkrimet. Po ti kupton si çdo Perëndia, jo si duam ne, dhe të përdorim kur na intereson ne. Ti kuptojmë rreth parë për gjetur ne planin dhe vullnetin e Perëndis në jetën tonë. Dhe mendja sigurisht ka të bëjë me të kuptuarit, me intelektin, ëh, dhe shumë e rrallë. Dhe fundi tani në këtë histori, gjithashtu thot tek pika e tretë e hapit të zemrën. Sepse vargu 25 thot të pamend dhe të ngafët në zemër. Të ngafët në zemër. Dhe fakt më mendoj një gjë te puna e zemrës, se është si me ata që për ju që kanë studiuar për fëmijët, fillon frika, apo jo, pastaj fillon interesi, pastaj treta është respekti, pastaj është dashuria, apo jo, kur rritet në këto, se s'pëjmë gjithë diskutimit të kësaj çështje, por e fundit të zemra, niveli më i lartë. Dhe e keni parasysh kur të hyn dikush në zemër, ju ka ndodhur ndonjëherë apo s'ka ndodhur? Ju ka ndodhur, apo mirë, shumica thanë po. Zemra është gjëja më e rëndësishme. Po hap zemra, s'le kur mbart. Po hap zemra ti për atë që hap zemrën, ashtu apo jo, ti do bësh maksimumin, themi. Maksimumin e sakrificës. Tani normal ti mund ta duash më shumë se tjetri, ëh. Por ti gjithmonë bën maksimumin. Prandaj thot ai, e para skultoni shkrimet, e dyta nuk i kuptoni dhe nuk ju hapen sepse s'hapni mendjen, jeni të ngafët, e lexoni e bëra, e nuk e shikoni ato detajet që bëjnë diferencën, na thot neve, ëh. Dhe e treta thot që jeni dhe të ngafët
në zemër. Po s'hyrin kokë një herë, si të shkojnë në zemër. Dhe prandaj thotë tek vargu 25 që ata kishin nevojë që të hapin edhe zemrën. Sepse po të hyri Krishti në zemër, po të hyri fjala e Perëndisë në zemër, çfarë që thash, nuk ka mundësi të largohesh prej saj. Ke parasysh kur gjend përsosur, prandaj e thash te Riku atë pjesën e Robera Shakan Ailin, i thash, kur gjend përsosur, po bënë çiku mor, jo ti jo unë, nuk ikën më, sa e nisën ke Krishti në fakt. Unë e kalova edhe ke burri. Ke parasysh. Por po gjete Krishtin, nuk mund të ikësh dot, qofse e do vërtet dhe e njëjta, e kupton? Dhe prandaj një lutje e rëndësishme është Zot, më hap zemrën. Zemra nuk lën vart kurrë. Dikush ka thënë nuk të dorëzon kurrë, nuk të lëshon kurrë. Zemra nuk të tradhton kurrë. Po e do të ikon në zemrën, mbaroj filmin. Mund të gabosh, por nuk do hedhësh kurrë poshtë. Dhe vini re tek dy momente të shohim tani, do të mbyllim veprat 16, vargjet 14 dhe 15 është historia e Lidias. Nuk do shohim gjithë historinë, por detajin e zemrës që po flasim këtu, veprat 16, vargjet 14 dhe 15, kush do i lexoj? Veprat e Apostujve 16, vargjet 14 dhe 15. Elena, po. Atë lexoj Elena, më shkëputje. Vargjet 14 dhe 15, me zot lart Elena, jo kështu. Dhe një grua me emër Lidia, që ishte tregtare Kur tash? nga qyteti i Tiatirës, dhe që adhuronte Perëndin kur dëgjonte. Dhe Zoti hapi zemrën për të dëgjuar ato që thoshte Pali. Dhe si ajo ka gëzuar në shtëpinë e saj, na u lut duke thënë, nëse më keni gjykuar se jam besimtare e Zotit, hyni në shtëpinë time dhe rini, dhe na detyroi të pranojmë. Kjo është historia e mrekullueshme e Lidias dhe çfarë thot aty? Ishte tregtare, kjo pati dhe probleme mbrapa me ata që me zotrinë e saj që shiste, por thuhet adhuronte Perëndin, pra e kërkonte Zotin, mbas edhe ishte shpëtuar, ka një mendim që kjo mund të ketë qenë, por thjesht nuk ishte rritur Zotin, sepse këtu thotë dhe adhuronte Perëndin. Por mbani mend ishte edhe Korneli, një besimtar, një njeri romak, i cili po e kërkonte Zotin, i lutej Perëndis, thoshte Bibla, jepte lëmosha apo jo. Kishte një zemër kërkuese. Dhe këtu thotë, dhe Zoti ja hapi zemrën. Dhe Zoti nuk është arbitrar, qofse njohin Perëndin e Biblës, Perëndia i jep mundësi të gjithëve. Edhe aty ku shohim dështime ose njerëzit mbyllin zemrën, ose edhe kombe të tëra, ndjekin rrugën e adhurimit të idhujve për shembull. Zoti ka hedhur dhe kombe totalisht. Madje edhe kombi i tij preferuar, themi ose që e përdori për të përhapur fjalën, dhe atë e rrënoi pas here, por ata s'ishin të rrezik. Por këtu thotë Zoti ja hapi zemrën për të dëgjuar ato që thoshte Pali, që është fjala e Perëndisë, dhe si ajo u pakzua me shtëpinë e saj, na u lut duke thënë, nëse më keni gjykuar se jam besimtare ndaj Zotit, dhe është zemra përulëse e saj, hyni në shtëpinë time dhe rrini. Dhe na detyroi të pranojë, sepse pse? Donte të ishte bekim, donte të mbante, të ushqente. Ata Pali me miq të udhtonin ku rinin. Ku e di, mbas rinin në këto hotele të themit kohës. Mbas herë kishin lekë s'kishin. Kur po t'jemi në udhtim, është gjithmonë mirë të marrë dikush, sidomos po të pagua shumë, apo jo? Ditët tona, nuk është bekim, por shikoni zemrën, si e preku Perëndia. Kush e hapi zemrën? Zoti. Sigurisht, ajo kishte përuljen dhe ishte në kërkim. Por prandaj këtyre dishepujve Krishti thotë, jeni të ngafët në zemrë, jeni të ngadalë në zemrë, nuk e keni zemrën aty. Dhe në fund, te zbulesa 3, do lexoj shekadeti këto, se ngri dorën shpart, dhe do mbyllim me dy vargje. Zbulesa 3, vargjet 19 dhe 20. Zbulesa 3, vargjet 19 dhe 20. Në faqen 267. Zbulesa 3, vargjet 19 dhe 20 në fundit. 19 dhe 20, zbulesa 3. Unë të gjitha ata që kujtuan i qëtoj dhe i të shkoj. Përndaj i zedshëm dhe ndohu.
ja unë qëndrojnë e dera, të dera dhe trokasë. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, do të hyjë tek ai dhe do të hap darkë me të dhe ai me mua. Kjo është prap shumë e mrekullueshme sepse flet nëse ne hapim zemrën ose derën e zemrës ndaj Krishtit, atëherë kemi një bashkësi të vërtet me Krishtin. Çfarë thot? Nëse hap derën, do hyj, thot tek ju apo jo? Tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Dhe diku t'ja shkruan kishës, me qëra fjallë tani, që them gjithmonë kisha, prandaj dua të nxitemi. Ja thot kishës në tia në Laodicë, që ishte një kishë që thoshte jam i pasur, jam pasuruar, e ke parasysh që kam çik vetëm, tani unë di, unë i bëj gjërat, s'kam nevojë për asgjë, por e di thot, ti je qyqar dhe mjeran, dhe i varfër, dhe i verbër, shite, kishin Biblën, dhe i zhveshur. Nuk i asgjë, sepse nuk po i kuptonin vërtet thelbin e shkrimit. Nuk ishin hapur mendjen dhe zemrën. Dhe prandaj thot Krishti, do të bekohesh, do të kalosh një kohë mirë lutje. Filloje me veten apo jo, pastaj si ti kurajnë tjerët. Po puna me veten si fillon? Fillon te përulja si fillon? Fillon te të metat që kemi. Të njohësh veten. S'ka gjë më të mirë se sa të reflektosh dhe të njohësh, të mësosh njohësh veten. Se keni parë ata që se njohin mirë veten, s'ka njeri në botë që i korrigjon dot. Nuk ka ndodhur ndonjëherë, njëri tjetër. Por është e vështirë për gjithë. Nuk ka njerëz kollaj, gjithë na duket që po bëjmë atë që është e drejtë. Por çfarë thotë? Të gjithë ata që i tua i qertoj dhe i ndëshkoj, prandaj i zellshëm dhe pendohen. Tani s'po them se këtu ka njerëz që duhet pendohen patjetër, po e kam si koncept dhe ai që na mëson Bibla është, pas është mirë dikush na le thotë në lutje, Zot, më hap shkrimet. Kam hapur gjithmonë, po marr atë që duhet. Zot, më hap mendjen. Kuptoj, shoh, po s'po e përdor si duhet. Dhe më hap zemrën, dhe po hap zemrën, po them edhe një herë, nuk ka gjë që ta merras Krishtin, as shërbimin, jo vetëm këtu në botinë, jo shërbimin e përditshëm që bëjmë ose duhet bëjmë ndaj Perëndisë dhe si jemi bekim për njëri tjetrin. Mirë, le të lutemi. Zot, falenderoj o Perëndi për fjalën tënde o Zot, është një fjalë kaq e mrekullueshme o Zot, kaq e gjallë. Për e shohim me vëmendje çfarë na mëson ti o Perëndi. Falenderoj Zot që besimi ynë është i vërteti, është jo vetëm një set rregullash apo ritualesh, por mbi të gjitha është një marrëdhënie reale me ty o Zot. Sipas fjalës tënde në fakt. Lutem o Perëndi, prek mendjet, prek o Zot zemrat e besimtarëve këtu që janë prezent. Falenderoj që këtu ka një grup mirë besnikësh o Perëndi, që këmbgulin dhe pan dhe të djegën pak që ata që janë pak më frymëror se tjerët, ata mund të arrisin kishën. Po unë të lutem o Zot që të punosh rreth parë me secilin prej nesh, mos heqim dorë nga puna me veten o Perëndi. Të reflektojmë siç bëri Jezusi me këta dishepujt. Të lutem o Perëndi, ndërsa hapim shkrimet, na ndihmo të rritemi në të kuptuarin e tyre o Perëndi. Rreth parë për vetë zemrën tonë, të shohim pasqyrë veten tonë o Perëndi. Thellësitë, qëllimet e zemrës o Zot. Rreth dytë o Perëndi, puno me mendjet tona o Zot. Ndihmo Perëndi që të kuptojmë shkrimet. E unë nuk i lexonte si kuptonte, por kishte dëshirë, lidhja, deri diku kuptonte dhe pastaj arriti të kuptojë o Perëndi. Dhe këta dishepuj, në ndihmën e Krishtit, kuptuan. Kështu që na ndihmo o Zot i kuptojmë drejt shkrimet, e mbi të gjitha o Perëndi në fund, na ndihmo në çështjen e zemrës, që është çështja më e rëndësishme o Perëndi në Bibël, është niveli më i lartë që ne kuptojmë nga fjala jote se si të duam ty dhe të tjerët o Zot dhe si ta bëjmë punën tënde. Ndihmo Zot të prek disa zemra këtu prej nesh, që të afrohemi me ty, të kemi bashkësi me ty o Perëndi, dhe të shohim ty si modelin e jetës tonë. Pastaj të shohim se si ti na hap dyert e jetës o Perëndi, aty ku do ti, jo ku duam ne. Dhe që të ndjehemi vërtet sigurt që jemi në planin dhe vullnetin tënd. Bekoj kishën tonë o Perëndi, ndërsa ndajmë lavdrime dhe kërkesa për lutje, në emër të Krishtit lutem. Amen. Shumë faleminderit për xhimin, se bekim që ishim fakt sot në shtëpinë e Zotit, dhe për gjithë ju që jeni besnik. Ndonjëherë shkurajohesh kur mungon dikush, po e di që ka njerëz mund të kenë pushime, mund të kenë punë, ka njerëz që duan nxitje, ai që pam, por ne duhet lutemi dhe të rritemi secili nga ne. Punojmë me veten, po punuam me veten do punojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Mirë, kalojmë te lavdrimet dhe te kërkesat për lutje.